Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 183 të surës Bakara, Allahu i madhruar e i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi ju është bërë obligim, ashtu si që ishte bërë edhe për ata para jush, që të bëheni të devotshëm. Të dashur vëllezër dhe motra, pas 2 ditëve do të na vi një mik i veçantë, një mik që nuk vjen me duar bosh, por ai vjen me mëshirë, me falje, me begati dhe me shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Ai është muaj i begat i Ramazanit, miku i zemrave tona, miku i besimtarve, miku i atyre që kërkojnë afërsinë me Allahun fuqiplot. Qëllimi i muajit të Ramazanit nuk është vetëm të qëndruarit pa ngrënë e pa pirë. Qëllimi i tij është devotshmëria, siç thot pra edhe ajeti që sapo lexova, që të bëheni të devotshëm. Po ashtu, qëllim tjetër i muajit të Ramazanit është vetdia e vazhdueshme për Allahun fuqiplot. Të jemi të vetëdijshëm se Allahu na mbikëqyr, na sheh, na dëgjon për çdo gjë që ne veprojmë. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhennetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Prandaj, le të përpiqemi në këtë muaj të begat që t'i mbajmë gjithmonë të hapura dyert e xhennetit me veprat tona, me fjalët tona. Gjithashtu të përpiqemi që t'i mbajmë gjithmonë të mbyllura dyert e xhehenemit, të largohemi prej të këqijave, për atyre që ka ndaluar krijuesi që të veprohen. Dhe kjo do të thotë se muaji Ramazanit është një mundësi e bekuar, është një derë e hapur për pendim dhe për kthim tek Allahu fuqiplot. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani. Në ajetin 185 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe i mbushur përplot me argumente të qarta. Ta është pra udhëzim dhe dallues
mes të keqes dhe të mirës, të vërtetës dhe të pavërtetës, të drejtës dhe të padrejtës. Kurani është libri i fundit i Allahut, nuk vjen libër tjetër pas tij. Është libri i jetës. Ky mik i dashur, pra muaji Ramazanit, na fton të kthehemi te libri i Allahut, pra te Kurani, ta lexojmë, ta kuptojmë dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe imamët e Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta, e shtonin shumë leximin e Kuranit në këtë muaj. Ata e shihnin muajin e Ramazanit si pranverën e shpirtit dhe të Kuranit. Pyetja për ne është, sa afër do të jemi me Kuranin në këtë Ramazan? Muaji i Ramazanit është shkollë e disiplinës dhe e moralit. Agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi, por edhe ndalim nga gjuha e keqe, nga përgojimi, nga zemrimi, nga padrejtësia. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kush nuk heq dorë nga fjala e rreme, pra nga njeshtra dhe veprimi me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen. Sa do më thanë se për këtë thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, që konstaton se muaji i Ramazanit është muaji i edukimit, muaji i disiplinës, muaji i moralit. Pra ai njeri që agjeron dhe në të njëjtën kohë gënjen, Allahu nuk ka nevojë për agjerimin e tij. Muaji i Ramazanit është shkolla më e mirë, më e lartë edukative dhe morale. Shkolla e Ramazanit na mëson durimin, na mëson faljen, na mëson bujarin, na mëson djeshmërinë ndaj të varfërve. Kur ndjejmë uri, kuptojmë ata që janë të uritur gjatë gjithë vitit. Inshallah, Allahu a lehtësoft vështirësitë vëllezërve dhe motra tona në Palestinën e pushtuar dhe në Gaza, inshallah. Muaji i Ramazanit vjen si një mysafir i dashur, por që qëndron vetëm 30 ditë. Profeti Muhammed dhe Ehli Bejti i pastër hidhëroheshin dhe qanin në fund të muajit Ramazanit. Meqense ky muaj i begat është me ditë të numëruara, siç thot ajeti 184 pra në surën Bekara, ayyamun ma'dudat, pra ditë të numëruara, atëherë le të mendojmë dhe të pyesim vetë tona, sa Ramazane kemi kaluar, sa prej tyre na ka ndryshuar në atë që është më e mira. Vallë, a do të jetë ky Ramazan më i miri për ne? Ne nuk e dim nëse do të arrijmë Ramazanin tjetër. Prandaj, ky Ramazan le të jetë për ne pendim i sinqert, fillim i një jete të re dhe kthim te Allahu fuqiplot. Të dashur vëllezër dhe motra, lind pyetja si ta presim mikun ton të dashur. Nëse do të na vinte një mik i nderuar në shtëpi, patjetër që do të përgatiteshim sa më mirë për ta pritur atë, duke gatuar ushqimet më të mira, duke rregulluar e sistemuar e pastruar të gjithë shtëpinë, duke zgjedhur ato qerasjet më të mira. Vallë, po për pritjen e muajit të Ramazanit, si të përgatitemi për të pritur mikun ton të dashur, muajin e Ramazanit, duhet të kemi qëllim të sinqert
zemër të pastër nga urrëtia, nga smira, nga zilia, vendim konkret për ndryshim, plan për leximin e Kuranit, shtim të namazit dhe të lutjeve. Pra, le ta presim muajin e Ramazanit me gëzim, jo me përtatësi, të mos gjejmë justifikime të ndryshme, sepse shikojmë që gjatë gjithë vitit njerëzit janë shëndoshë mirë, vetëm kur vjen muaji i Ramazanit, të gjithë smuren. Jam me tension, jam me zemër, jam me diabet, jam me mëlçi, që të gjitha smundjet vijnë vetëm kur është muaji i Ramazanit. Por profeti ynë i dashur ka thënë sumu të sahhu. Agjironi të jeni të shëndetshëm. Pra, muaji i Ramazanit nuk të sëmur, përkundërzi, ai të shëron, të mban të shëndetshëm. Dhe këtë e ka vërtetuar edhe mjekësia moderne. Miku ynë i dashur po na vjen. Ai po të roket në zemrat tona. Prandaj le t'ja hapim derën në zemrën son me besim, për ulësi dhe me dashuri për Allahun dhe për njerëzit. Të dashur dhe motra, në hutben e tij në pritjet e muajit të Ramazanit, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na njeh me mirësitë e mëdha të këtij muaji të begat, si dhe na prezanton një program të mrekullueshëm për këtë muaj, për muajin e Ramazanit. Në atë hutbe, ndër të tjera, profeti ynë i dashur ka thënë: kush e zbukuron moralin e tij në këtë muaj, do të ketë leje kalimi të sigurt mbi urën e Siratit. Kush e përmban të keqen e tij në të, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta përmbajë zemrimin e vet ndaj tij. Kush e nderon një jetim në të, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta nderojë atë. Kush e mban lidhjen farefisnore në të, pra në muajin e Ramazanit, Allahu do ta lidh me mëshirën e tij. Kush e ndërpret lidhjen farefisnore në të, Allahu do ta ndërpres prej tij mëshirën e vet. Kush fal në të, pra në Ramazan, një namaz vullnetar, Allahu do t'i shkruajë atij shpëtim nga zjarri. Kush kryen në të një obligim farz, do të ketë shpërblimin e atij që ka kryer 17 obligime jashtë muajit të Ramazanit. Kush e shton atë salavatin për mua, thot profeti, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahu do t'ja rëndoj pershoren e veprave të mira, pra me salavatin, me dërgimin e salavatit për profetin dhe ehli bejtin e tij të pastër. Kush lexon në të, pra në muajin e Ramazanit, një ajet nga Kurani, do të ketë shpërblimin atij që e ka përfunduar pra gjithë Kurani, leximin e Kuranit, pra në muaj të tjerë përveç Ramazanit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në këtë thënie na mëson se Ramazani nuk është vetëm agjërim, por është kontroll i vetes dhe edukim i karakterit. Muaji i Ramazanit forcon solidaritetin, familjen dhe dëmshurinë. Çdo vepër në muajin e Ramazan ka peshë shumë fish më të madhe. Muaji i Ramazanit është një mundësi e bekuar ku në të morali ngrihet, lartësohet, mëshira zgjerohet, lidhjet forcohen, veprat shumë fishohen në shpërblim dhe rruga drejt shpëtimit lehtësohet. Prandaj mos e humbasim këtë mundësi. Çdo vepër e vogël në Ramazan mund të bëhet e madhe tek Allahu fuqiplot. Ky muaj, muaji i Ramazanit, është
ofertë e hapur për falje, për mëshirë, për ngritje shpirtërore dhe për shpëtim. Lusim Allahun fuqiplot që të na mundsoj ta presim mikun tonë të dashur muajin e Ramazanit dhe të na jap forcë për ta agjëruar me sinqeritet dhe të na bëjë nga ata që dalin prej tij të falur dhe të pastruar nga gjunahet. Allahu na bëf prej mikëve të vërtet të Ramazanit. Allahu na e lehtësoft dhe na e pranoft agjërimin dhe adhurimin e veprat në këtë muaj të begat. Allahu ju ruajt ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.